Një seri zjarësh që kishin në shënjestër prona të lidhura me Sir Keir Starmer ishin pjesë një fushate ruse, ka zbuluar BBC. Dhe pasi i vuri flakën shtëpisë Sir Keir Starmer, Roman Lavrinovich i dënuar të hënën për konspiracion për zjarëvënje, duke i se dinte për kryeministrin, po aq sa një plumbe një objektivin e tij. Mbikëqyrësi i tij anonim i njohur me inicialet EL i dërgoi një mesazh ku i thoshte: "Shiko, ti ke sulmuar shtëpinë e një personi shumë të lartë në Britani. Do të dërgoj para, duhet të largohesh nga qyteti, por ishte tepër vonë." Lavrinovich u arrestua brenda pak orësh. 22 vjeçari ukrainas ishte përdorur si armë për të goditur kreun e qeverisë britanike. Por nga kush? Hetimi i BBC-s ka gjetur se ky sulm me zjarrvënje ishte vetëm një pjesë e një fushate të gjerë sabotimi, provokimi dhe dizinformimi që çoi deri te shteti rus. Personi EL që e drejtonte Lavrinovich ishte dhe i kishte ofruar atij dhe shtetësi ruse në këmbim të sulmeve të tjera dhe e vlerësonte presidentin Vladimir Putin sipas mesazheve të zbuluara nga BBC. BBC ka identifikuar prova që sugjerojnë se EL është një diplomat i ri rus i trajnuar në luftën informative dhe afër niveleve të larta të pushtetit në Moskë. Ai quhet Evgeni Lukshin, është 23 vjeç dhe djali një zyrtari të lartë. Operacionet ruse dyshohet se drejtoheshin në distancë përmes rrjeteve sociale dhe aplikacionit Telegram, duke e krijuar grupe të rreme ekstremiste për të organizuar vandalizma në Britani dhe për të nxitur ndarjen e frikës. Ambasada ruse i ka mohuar akuzat duke thënë se Rusia nuk ka lidhje me aktivitete të paligjshme dhe nuk paraqet kërcënim për Britaninë. Në gjykat, çështja u trajtua si një motiv financiar, ndërsa incidenti në lidhje me personin EL nuk u shqyrtua plotësisht. Hetimi i BBC-s përshkrua një rrjet më të gjerë fushatash ruse që përdorin proxyt, persona të reduktuar për para, për të kryer sabotime dhe për të nxitur tensione sociale në Europë. Në një rast u krijuan grupe të rreme në Telegram që pretendonin se ishin organizata britanike ekstremiste, ndërsa në realitet dyshohej se ishin operativ në Rusi dhe synonin të nxisnin urrëtie ndaj muslimanëve dhe komuniteteve të tjera. Organizata Hope Not Hate dhe grupi Tell Mama kishin paralajmëruar autoritetet britanike për këto rrjete, por sipas tyre reagimi ka qenë i kufizuar. Hetimi gjithashtu thotë se këto metoda janë pjesë e një modeli më të gjerë të luftës hibride ruse, që përfshin sabotim, dizinformim dhe nxitje të përçarjeve sociale në vende të ndryshme perëndimore. Autoritetet britanike thonë se po vazhdojnë hetimin, por deri tani nuk ka prova të publikuara zyrtarisht që lidhin drejt për drejt shtetin rus me këto sulme kundër kryeministrit Keir Starmer.